që kanë marrë votën qytetare me gjithë. Ju që keni marrë votën e seancës. Pse s'po e thirrni seancën? A muna me ditë na Na muj me ditë që doj marrëveshje para se me hy kot në procedurat zgjedhjeve. Po mirë, domethënë nëse ju s'arrini marrëveshje, kushtetuta nuk zbatohet, apo? Zotnina, ne i kemi 30 ditë. Ka ditë. marrëshje, nuk zbatohet kushtetuta. Ne i kemi 30 ditë për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit. Dojmë i shfrytzu maksimalisht 30 ditët për me gjetë një marrëveshje me presidentin. Ne i kemi 30 ditë nga dita kur mblidhet kuvendi. Kështu që ju doni deri më 7 shtator, apo? Jo, nuk është 7 shtator, është 6 shtator. 6 shtator. 6 shtator. Gjatë këtyre ditëve kemi nevojë me media dëruara. Ministri i Drejtësisë po thotë deri me 7 shtator, 60 ditë duhet kuvend, 6 shtator. Po nuk ka mirë me Val, po jena tu debatu tash. Unë jam të debatu me ty. Po mos fol në tem. Çfarë po thotë ja? Unë më dëgjoj një herë. Kur the me lot kuvendi i Kosovës. Unë thash ne i kemi 30 ditë të cilat do t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Të cilat do t'i shfrytëzojmë maksimalisht për me gjetë një marrëveshje e cila e nxjerr vendin. Deri atëherë na duhet të suspendu kuvendin, apo? Deri të rinjë marrëveshje. para punës kishin korrekte me udhëzu kolege deputete që mos menaxhujt pa asnjë arsye. Para ti ç'a ndodhi son skesh këtu po Ka ndodhi kolegët e tuja Ganimetja, Ariana, Albana. Po ju pranë prej keni mësuar çto metoda. Ju i keni pruar metodë. A i keni pruar? Po pse? Pse kemi bëna? Pse? Kundër Zajednicës. Edhe kundër kundër demarkacionit. Çka keni bën me demarkacion? Na kemi qenë kundër gjykatës speciale që po flasim. Ja, për gjykatë speciale s'keni gjuhë gaz. Deputetët që po gjujnë këto janë deputetë. Gaz për gjykatë speciale s'keni gjuhë. Mos ban zhurmë. Deputetët që po bëjnë zhurmë janë deputetët që kanë votu kundër viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Demarkacioni mol në zikut. Kjo është e para. Ku demarkacioni? E dyta, duhet pse nuk jeni të gatshëm me shmang zgjedhjet e reja. Pse nuk jeni të gatshëm me votu presidentin? Votojeni kundër. Demarkacioni me Molnezi e keni votë shukom. A keni ndryshuar? A keni këtu? Jo. E keni bë asociacionin, e keni bë autonomi. Ja. Por gjykatë speciale s'keni qit gaz. Fol xhana për të cilat nuk besoni asgjë. Mos foli pa vërtet akur. Pa vërtet. S'ke qit gaz. Gaz nuk e qit për gjykatë. Gaz nuk e qit për gjykatë. Dëgjoj fjalitë e mia, unë pa vërtet s'flas. A ke qit gaz për gjykatë speciale? Nuk e qit xhana që si besoni asgjë. Po s'ke qit se di njerëz të shpenzizuar marrëblie. Nuk e qit gaz për kuvend. Për gjykatë speciale s'ke qit gaz. Foli për gaz. Edhe një apel. A mund ta gjejmë një mirë kuptim? Do t'i deputet e tu, do t'i kolegë që t'ju mundëson bashkëdhetarëve të vinë sallë se janë të prit jashtë dhe është e nxehtë. Të vinë bashkëdhetarë, ndërkohë liderë të partive ulen tavolinë, diskutojnë, mirën verse dhe vazhdojnë punën. Që unë po të thëmë, mirë, nëse uj po të pengon ardëbrije, por ujnë, që prit, por tash apo mlen unë dëgjova tash nëse të bëdon me, ja tash ti po po zhurëm, nëse ti donë mësë me të gju uj, kërko fali për gazin që ke hedhë dhe unë të kërkoj fali për ujnë. Kërko fali për gazin që keni hedhë, për dhunën që keni pru. Jo keni pru dhunën kuvend, jo na. Jo keni pru dhunën, jo ne. Dhunën e ka pru vetëvendosë. Dhunën e ka pru vetëvendosë. Po jo nuk munden e ministrë. Pritem dalim i takojnë bashkët.